O musliman, dijeni se hijreti është i dy llojeve. Hijreti i parë është hijret shpirtëror dhe zemror për tek Allahu, duke adhuruar vetëm atë një dhe pa i shoqëruar asgjë dhe askënd në adhurim. Dhe për tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke e ndjekur atë në gjithçka, duke e pasuar, duke ju bindur në të gjitha urdhrat dhe duke u larguar nga ajo që ka ndaluar ai sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë: "El muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu." Muhajiri vërtet është ai që i largohet asaj që ka ndaluar Allahu. Transmeton Buhariu. Ky hijret është i vazhdueshëm gjatë gjithë jetës së muslimanit dhe nuk pushon kurrë. Hijreti i dytë është hijreti fizik dhe trupor, që e përfshin edhe të parin, e që është largimi fizik nga vendet e kufrit në vendet e islamit, nga vendet e mëkatit në vendet e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, nga vendet e bidatit në vendet e sunetit. Dhe ky bëhet obligim nëse muslimani nuk është në gjendje ta shfaq fenë e tij atje ku ndodhet.